se përgjimet i bën vetë ata. A mund të imagjinoni kush do të lajmërohet në telefon? Është vetë kryeministri Hashim Thaçi. Allah me kënë mund të këngnësit me folë. Por me këtë do të bisedoj. Jeni kënaqësim me folë me shefin e grupit parlamentar të PDS. Me shefin e shefave të zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe më gjatë. Kjo bisede e relaksuar në mes Thaçit e Grabovcit është përgjuar dhe ka rrjedhë në opinion. Aty është i pashmangshëm muhabeti për kryetarin e kuvendit Jakub Krasniqin. Dhe këtyne bandita tonë të? Ja. Jakupovski. Po pas atë për këtë komisionën për media, deshti me që në parlament, tash jo. Kryeministri dëshmon se si e kontrollon parlamentin e Kosovës kur bëhet fjalë për buxhetin. Vole për buxhet? Për buxhet ma vonë. Ma vonë bërë për që... Tash kur dushte? Po pas 20 vlohë e pane. Qasat majtë të të Kur dushte? Derisa Grabovci e konsideron si çështje të kryer, janë kohë Thaçit që ja ka lënë anash një të afërt. Vallaj, po, një taj temin Makedon onash, Makedon Gjotin. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s intervenoi edhe për një vendas të tij në Ministrinë e Integrimeve Evropiane. Për këtë, ai telefonoi ministrës Vlora Qtaku. Atë të ngadimit në arbetet e për një djallë, që shofina për vendas, për praktikanë. Po mëre që që? Ndërkaq telefonata që bëri me kryetarin e Skenderajt, Samil Ushtakun, përmbante muhabet banal. Megjithatë, biseda për Jakub Krasniqin ishte e pashmangshme. Pasha zotën, pa të ka du venin, nuk e kisha donë, pasha pas konaj, i biri, i edhe mjashorit. Edhe dje, kanë kontribu për më nëndohë që e se nëndohë. Në telefonatat e tij, Grabovci pati edhe lajme të mira për bashkëbiseduesit. Një të tillë i dha Kadri Veselit. Të falim kështu bukur, kanë t'ja jetë fjallën që pas qartë të në vetë, në fillim të dhëtorit ka me fillu dialogu, edhe keme dhonë kontributin tonë me përfundu sa ma shpejtas. Qeveria mohoi autenticitetin e këtyre bisedave. Megjithatë, Euleksi ka konfirmuar për gazetën Jeta në Kosovë se ato janë të vërteta dhe se telefonatat e përgjuara kanë të bëjnë me një proces gjyqësor që ende është duke vazhduar. Do shkojmë tani në Shqipëri ku edhe sot pati fest. Mirë po atmosfera ishte